Kur s'ka me ndodhe, mo. Kanë më liru. Ta kanë më liru edhe Kosova kur s'ka me hinë në Serbi, mo, kur. Dhe të harën Serbia. Dhe të harën. Kur. Në Serbi po plitët që nëse dënon themelus të UÇK-s në Hagë, këta vepresin me gzim një rast të tillë, për shkak sipas tyre ndërtohen narrativa që ky shtet është ndërtuar mbi Krim, spastrim etnik edhe është shtet i rrajshëm. I shtet i rrajshëm edhe më filluam u zhbo ky shtet. Profesor, a ki koment për këto për para përgatitjen e Serbisë? Kur s'ka me ndodhe, mo. Kanë më liru. Ta kanë më liru edhe Kosova kur s'ka me hinë në Serbi, mo, kur. Dhe të harën Serbia. Dhe të harën. Kur. Dhe 1000 vjetë. Profesor, si është i përgodhës në politikë, si pjesëtari UÇK-s, peshohen media në Serbi janë shumë aktive kohën e fundit, çdo ditë. Janë të interesuar ata, kuptohet, ata janë të interesuar. Po shiko, ata çdo kryeministër tonë e quajnë terrorist. Po. Edhe Albinin e quajnë terrorist, edhe Hashimin e kanë quajtur terrorist. Ja, Albinin negociojnë sot, profesor, nuk kanë shtasi po. Unë ndëgjova çfarë ditën e fundit, domethënë e quajnë, domethënë për ata ne jemi terrorist. A faktikisht ata janë vetë terroristë, kanë logjikën e terrorizmit. Ja, ambicie, ata kanë me tapi si shtet zinës ideal. Por kjo nuk kthehet kurrë, domethënë Kosova do të jetë shtet i pavarur. Pikërisht është nominal ti kjo. A vjen kes çush një dikur që ka një burgosën politik pjesë e luftës, njëri për përpiluzet kushtetutës, në organi më të lartë mas kuvend gjykatën kushtetuse, mi pa shqiptar të folë shqip, tu gjancu me sërbë që janë atje, kundrejt themeluzve të UÇK-s. Tashma nuk është sekret, dalin me thirrje, një pjesë e ty në ka nisë me bo video që UÇK-ja nuk ka qenë as ushtri, ka qenë pak nasi politike. Mundet më marrë vetëm keq. Kitë ko, për deri sa në pjena institucione, profesor, unë më marrë vetëm keq. Unë bishtë të tërgova një video, ku me mas emisioni tërgoj edhe shumë video tjera që ka pëndodhin atje. Jo, sa debatet për e kom përcjell, gjitha i kom përcjell. Mundet më marrë vetëm keq që janë ta quaj kështu që thot populli pjellë e jone, kështu që këtë kategorit njerëzve unë nuk muj me konceptu se si mundet me jetu edhe me vepru kështu, këtë mënyrë. Absolutisht duke pas parasysh këto vujtje, këto masakra që kanë ndodhur në Kosovë, këto vështirësi që kemi pas, edhe për krijimin e institucioneve, edhe për krijimin e shtetit, edhe për njohjen e shtetit, edhe për krijimin e miqësive, domethënë këto janë situata tepër të jashtëzakonshme që i ka bërë populli shqiptar në përgjithësi dhe me pas kësi farë hibridash, domethënë ne populli shqiptar më vjen shumë keq që një vetën keq, por e kanë humbur luftën, e kanë humbur betejën. Profesor, e kom edhe një shumë njerëz po më shkruajnë, konkretisht deputet, shumë deputet, thotë neni në dhe vendos një kufit të qartë prej 6 muajsh për ushtruesin e detyrës. Pra nuk parashikon se çfarë ndodh nëse institucionet nuk arrin ta zgjidhin presidentin brenda këtij afati. Nuk parashikon. Absolutisht jo. Nuk parashikon asgjë. E tash çka ndodh nëse kjo se tretis edhe ose e tretë edhe çon kuvendin edhe mas 6 muaj dite. Jo, është fjala, aty është fjala nëse për shembull brenda. Jo, është varësi kushtetuese apo duhet të njerëz gjykatës. Aty është fjala nëse e kryen çet mandat 6 muaj ditë në rregull, domethënë. Atëherë nëse nuk arrin me gjë president, atëherë nuk ka vëkom kushtetues ligjor dhe s'ka tjetër. Vetëm mund me kriju në një gjendje të jashtëzakonshme me thirr Këshillin e Sigurisë Kombëtare edhe me vepru diçka, domethënë në bazë të gjendjes së jashtëzakonshme. Përndryshe s'kam ide se çka mundet me ndodhë.